Emëria e Samuelit. Ishte një njeri prej Ramataimit, një Sofaj prej malësisë e Efraimit, quhej Elikan. Ishte i biri i Jerohamit, të birit të Elihut dhe birit të Trohuit, të birit të Sofit nga Efrata. Ky kishte dy gra, njëra quhej Anë e tjetra Fena. Fena kishte fëmijë kurse Ana nuk kishte. Ky njeri shkonte për çdo vit prej qytetit të vet në Silo për të adhuruar e për të kushtuar fli Zotit të Gjithëpushtetshëm. Atje ishte priftëri të Zotit dy bij e Eliut, Ofniut dhe e Finecesi. Erdhi pra dita dhe Elikana kushtoi flin. E kishte zakon të t'u jepte pjesë gruas së vet, Fenës dhe bijve e bijave të saj, kurse Anës i jepte vetëm një pjesë për të zgjedhur, sepse Anën e donte megjithë se Zoti e kishte beronj. Në anën tjetër, edhe shemra e saj nuk pushonte se ngacmuarit e ia zinte shpirtin në gjak dhe i kishte prur punë shumë ngusht duke e trazuar sepse Zoti e kishte lënë shqyrë. Kështu binte për çdo vit kur vinte koha që të shkonin në tempullin e Zotit. Fenena e lëndonte me fjalë. Kështu Ana nisi të qaj e s'deshti të hante. Atëherë Elkana burri i saj i tha: Ana, pse po qane nuk ha? Përse po vuan në zemrën tënde? Pse a nuk jam unë më i mirë për ty se ti kishëllë djem? Urata e Anës. Ana pasi hëngrën e pinë në Silo u ngrit prifti Eli, po rrinte në dënjes e vet në derë të tempullit të Zotit. Ana ashtu me shpirt plot dhimbje u lut Zotit duke derdhur shumë lot dhe iu kushtua Zotit me këto fjalë: O Zoti i gjithësisë, nëse priresh prej shërbëtores sate e shikon vuajtjen time dhe nëse të bjen ndërmend për mua, mos e harro shërbëtoren tënde, e fali shërbëtores sate një djalë. Unë atë do ta kushtoj Zotit për të gjithë ditët e jetës së tij dhe brisk rrues nuk do të kaloj përmbi kokën e tij. Ndërsa ajo po e ngjaste uratën e vet para Zotit, Eliu e shikonte gojën e saj, por se Ana fliste në zemrën e vet, luante vetëm buzë dhe zëri nuk i dëgjohej fare. Kështu Eliu mendoi se ishte e dehur dhe i tha: Deri kur do të mbetesh e dehur? Bluaje pak veten me të cilin je ngopur. Ana iu përgjigj: Jo, im Zot, s'është ashtu fare. Unë jam një grua e mirë, ver as kur fare pije që mund të di nuk kam pirë, por zbraza zemrën time para Zotit. Mos e më mba shërbëtoren tënd për grua të keqe, sepse u luta kaq gjatë për shkak të mjerimit të madh e trishtimit që kam. Atëherë Eliu i tha: Shko në paqe dhe hyj Izraelit ta plotësoft kërkesën që e bëre. E ajo tha: O, sikur shërbëtoria jote të gjenden të hirë para syve të tu, gruaja shikoi në punën të vet, hëngri dhe fytyrën e saj nuk që më si më parë. Lindja dhe shugurimi i Samuelit. Ta nesërmen në mëngjes u ngritën e pasi bën adhurimin para Zotit u kthye e erdhën në shtëpinë e vet në Ram. Elkana e njohur Anën, gruan e vet
Zoti i ra ndërmend për te. Kështu brenda vitit Ana mbeti 7 zane, lindi një djalë, dhe Ilan ja ngjiti emrin Samuel, sepse ja kishte lypur me urat Zotit. Elkana me mbar familjen e vet shkoi për t'i kushtuar Zotit flin vjetore dhe për ta kryer kushtin e vet. Ana nuk shkoi. Ajo i tha burrit të vet: "Unë nuk do të vi derisa të vi koha ta ndaj djalin prej xhirit. Atëherë do të paraqes te Zoti dhe do ta lë aty për gjithmonë." Elkana burri i saj i tha: "Bëj si të marr mendja se është mirë. Mos eja deri sa ta ndash djalin prej xhirit. Unë i lutem Zotit që ta çojë në vend fjalën e vet." Gruaja qëndroi para në shtëpi derisa e ndau djalin prej xhirit. Pasi e ndau prej xhirit, mori me vete djalin, një mezat 3 vjeç, 2 koshiqe miell e një rashiq me vete, dhe e çoi djalin në Silo në shtëpinë e Zotit. Fëmia ishte ende shumë i njohur, e i flijuar mezatin dhe djalin e paraqitën te Eliu. Atëherë Ana i tha: "Me dëgjo im Zot, pasha jetën tënde. Unë jam ajo grua që pati qëndruar këtu pranë teje, duke ju lutur Zotit. U luta për këtë fëmijë dhe Zoti ma plotësoi uratën time për çka i luta. Prandaj edhe unë po e jap një shërbim të Zotit, përsa të gjej jetë gjallë. I lurohet Zotit." Dhe adhuruan Zotin.